Iftari tradicional i Ramazanit i organizuar nga Bashkia Shkodër ka mbledhur të gjithë bashkë në sofrën e iftarit të thirrur nga kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, përfaqësues të Myftinisë Shkodër, drejtues vendor, komunitetet fetare, miq dhe të ftuar të kryebashkiakut kanë marrë pjesë në këtë iftar që është një traditë për Bashkinë e Shkodrës. Në fjalën e tij, kryebashkiaku Beci vuri theksin tek rëndësia e këtij muaji të shenjtë. Të ndajmë jo vetëm një moment sa tradicional, edhe të bukur të këtij iftari tradicional që e shtron Bashkia e Shkodër me kënaqësinë më të madhe për ju, edhe si mesazh i vllazërisë e traditave më të mira shqiptare. Unë jam shumë i kënaqur dhe ju uroj një agjërim të lehtë e të pranuar. Ju uroj shëndet e paqe në familjet tuaja. Dhe uroj që kështu në tavolina tilla të mblidhemi gjithmonë së bashku. Teksa jemi mbledhur sonte në këtë sofër, në këtë iftar të begat nga Bashkia e Shkodrës, padyshim se ndjejmë jo vetëm kënaqësinë ose ngrohtësinë e bashkimit, por edhe bekimin e një rasti më të veçantë. Sepse pranvera e natyrës është bashkuar me pranverën e Ramazanit, që është muaji i mëshirës, i dëmshurisë dhe i reflektimit. Ramazan Mubarak, me zemër të mirë dhe iftar të mirë. Faleminderit. Sofrat e iftarit përcjellin mesazhe harmonie dhe solidariteti mes njëri tjetrit, e në këtë frymë të bashkëpunimit dhe harmonisë mes të gjithëve ka qenë edhe iftari i shtruar nga kryebashkiaku.